Libri është miku i më i mirë. Kur lexoj, ullën tregoj. Libër më bën më të ditur. Në libra, leximi më ndihmon të mësoj fjalë të reja. Libra ka aventura dhe magji. Libri është një ushqim për mendjen. Kur kam libër nuk kam problem. Leximi më bën të lumtur. Çdo libër ka një histori për të mësuar. Libri më çon në pushime të udhëtuar. Personazhet në libër bëhen miq të mi. Vetë për të mësuar dhe për të ndërruar. Libri më ndihmon që të bëj më i zgjuar. Libri hap deri në imagjinatës. Në libër kanë gjëra jetë dhe idea. Leximi na jep kënaqësi. Libri më mëson të jem më i mirë. Kam një mik, një shok të mirë, do në gjëra dhe jetëri. Edhe mami, edhe papi, thonë të bëhet si ai. Kam një mik, një shok të mirë, do në letja nuk e dalë. Në të marqe në sopran, një të minë të bukuran. Në të ocean, që një mase gëlluan, që të gjitha ka se pyurit në shtëpi si libri tanë. Që në gjyrat e yperi, gjithë botën dore parë. Ka një mikë të shqipëri, ka letja do se darë. Në ocean, që një mase gëlluan, që të gjitha ka se pyurit në shtëpi si libri tanë. Që në gjyrat e yperi, gjithë botën dore parë. Ishin dy djemë të quajtur Gjorgji dhe Aroldi. Ata bënin shumë gabime. Kishin një drejtor të quajtur Zoti Krap. Ata futeshin në shumë të lashe të mëdha. Një zënës i ri në klasën e Gjorgjit dhe të Haroldit. Haroldi po fillonte ti merrte nota të bëhet leçon. Një princi i vogël është historia e një djali që niset rrugës, ai takoi njerëz të ndryshëm që i tregojnë gjëra të çuditshme. Dhuntina e krijimit të akullit. Ana donte të eksploronte natyrën, dhe që se pasonte të magjistarion. Ata unise, pastaj takuan edhe të tjerë dhe u baskuan. Pastaj kur arritën ata takuan magjistarin dhe Odin. Ndërsa mami Ketrushja po mbushte dollapet, ja rriti nuk driti as edhe një gjë, që kam pingut në pyll, Matilda, Kejla dhe shoqet e saj zbulojnë